të fshat. Po, edhe ky komision, zonja Kryeziu, do të ngrihej pikërisht për të mundësuar më pas votimin për zonjën Albulena Haxhiu për postin e kryetares të Kuvendit. A nuk duket se zgjidhja do të ishte tërheqja e kësaj kandidature dhe propozimi një emër tjetër dhe pastaj për t'ia lënë më pas topin në dorë partive të tjera deri tani në opozitë? Po, nuk mendoj që duhet të krijojmë këtë lloj atmosfere të punës brenda Kuvendit kur topin t'ua lëm partive të tjera opozitare në Kuvend dhe ata të na tregojnë neve se cilët emra mund të jenë më të përshtatshëm për të marrë pozita udhëheqëse brenda parlamentit, sepse nëse ata do të na propozonin kryetaren e Kuvendit, atëherë besoj që mandej do të kishin propozime edhe për kryetar të komisioneve që do të pasonin më pastaj. Nuk mund të zhvillohet një lojë e tillë brenda partive politike në Kuvend, sepse ne funksionojmë në bazë të asaj çfarë na thuhet edhe me kushtetutë. Pra kemi një vendim që thuhet që propozimi për kryetarin e Kuvendit ekskluzivisht i takon partisë fituese dhe në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar kandidatin e saj. Ndërkohë që në anën tjetër partitë e tjera përfshirë këtu LDK-n dhe PDK-n, cila do të jenë po ashtu pjesëmarrëse me nga një nënkryetar në kryesinë e Kuvendit, kanë të drejtën e plotë të tyre të propozojnë çdo që ata dëshirojnë. Pra nuk do të hyjmë në këtë lojën e zgjedhjes së emrave të kandidatëve të partive të tjera politike, sepse mandej besoj që do të përfundojmë në përfaqësime që nuk janë të dëshirueshme prej vetë partive të tyre politike. Pra, besoj që shumë e rëndësishme që të respektohen kandidatët të cilët propozohen prej subjekteve të veta politike, në këtë rast zonja Haxhiu si kandidate e Lëvizjes Vetëvendosje për kryetaret e Kuvendit dhe më pastaj edhe nën kryetaret e këtyre dy partive politike, pra si të përzgjedhur të vetë këtyre dy subjekteve për si nën kryetaret e Kuvendit, sepse nëse ata refuzojnë ta votojnë kandidatin ton, që aktualisht pra vazhdon të jetë edhe më tej zonja Haxhiu, edhe ne do të mund të refuzonim atëherë të votonim ndonjërin prej kandidatëve që mund të mos na pëlqejë të jetë i propozuar i këtyre dy partive politike. Thjesht duhet mësohemi ta respektojmë zgjedhjen e subjektit në të krijohet një atmosferë pune dhe brenda vetë kryesisë së Kuvendit dhe të ndodh konstituimi i Kuvendit. Pra, mos harrojmë që nuk është vetëm Lëvizja Vetëvendosje, ajo që ose duhet të tërhiqet ose duhet të hapë rrugë duke pranuar propozime që vijnë prej subjekteve të tjera politike, sepse në fakt kemi qenë vetëm subjekt politik që në vazhdimsi jemi munduar të hapim dyert të bashkëpunimit, duke ftuar qoftë takime konsultative, qoftë edhe të atilla për të ardhur deri tek një marrëveshje politike, pikërisht me qëllimin për ta nxjerrë situatën prej bllokadës që është krijuar pikërisht pra prej këtyre partive politike, LDK, PDK, Lista Serbe dhe AK, që vazhdimisht po e përsëris fizikisht janë pjesëmarrës, por jo pjesëmarrës dhe në proces, në që të ecim tutje me konstituimin e Kuvendit. Pra, nuk mund të funksionojmë kështu, nuk mund ta pyesim PDK-n e LDK-n, na tregojnë ata kush është më i përshtatshëm, sepse ne zgjedhim personin që mendojmë që është më i përshtatshëm dhe i duhur dhe që e ka mbështetjen edhe të grupit parlamentar, por edhe të antarësisë e aktivistëve të strukturës së Lëvizjes Vetëvendosje për qenë në krye të Kuvendit dhe besojmë që është shumë e rëndësishme që kjo të kuptohet dhe të respektohet. Në të kundërtën, po e shohim që nuk është problemi tek emri zonjas Haxhiu, problemi këtu është që të vazhdoj të mbahet edhe më tej bllokuar Kuvendi në mënyrë që të mos ecim tutje tek 15 diçi kur është edhe afati për krimin e qeverisë. Pra ata duan ta pengojnë ardhjen e qeverisë së re, pra vazhdimin e mandatit të ri të qeverisë Kurti dhe rikthimin e kryeministrit Kurti në krye të kryeministrisë me mandat të plotë, duke mbajtur të bllokuar Kuvendin. Pra nuk është problemi tek Albulena Haxhiu. Unë besoj që ata do ta votonin pa ndonjë problem Albulena Haxhiu, por në një situatë të tillë po e dëshmojnë vazhdueshëm që janë thjesht interesuar ta vazhdojnë ta mbajnë konstituimin e Kuvendit të bllokuar. Pra, sepse edhe në qoftë se janë kundër formës mbyllur të votimit, ata mund të arrëzojnë krijimin e komisionit dhe rrjedhimisht mund ta kthejnë formën e votimit tek votimi i hapur, por nuk po duan të lëvizin sepse vazhdimisht po e dëshmojnë që e kanë një interes të vetëm e të përbashkët që të vazhdojnë ta mbajnë të bllokuar konstituimin e Kuvendit. E qartë, siç e përmendëm edhe në fillim, sigurisht kanë pasur zhvillime shumë të rëndësishme në botë gjatë këtyre ditëve. Mund të veçojmë edhe deklaratën e ditës së sotme të presidentit amerikan Donald Trump nga samiti i NATO-s në Hag. E tha shumë qartë presidenti amerikan se kishin ndaluar Serbinë në përpjekjen e saj të ditur tashmë
për të bërë çmos për Kosovën, e ka thënë ka ndaluar pra veprimtarinë të reja të Serbisë. Ky pikërisht është një kryelajm, por si po përkthehet për ju, duke konsideruar që Kosova nuk ka ende asnjë kuvend dhe asnjë qeveri e cila do duhet të merrej edhe me problematika të tilla apo shqetësime të tilla? Nuk pajtohem as pak me këtë që po e thoni. Kosova nuk ka kuvend, por ka një qeveri e cila është në detyrë, e cila ka kompetenca të kufizuara, por ama është në detyrë dhe përfaqësuesit e institucioneve janë aty për t'ju përgjigjur çfarëdo lloj kërkese që është drejtim